Shqiptarëve me qëndrim të përkohshëm jashtë vendlindjes nuk u kanë munguar sukseset në sferat të ndryshme të jetës në shtetet ku jetojnë dhe veprojnë. Sukseset e tyre janë evidente si në shkencë, kulturë, sport dhe gjetiju. Tashmë emrat të njohur shqiptar me theks të veçantë në fushën e sportit kanë zënë vendin e merituar në arenën ndërkombëtare. Në skenat dhe ligat elitare lakohen emrat të shumta të futbollistëve, boksierëve dhe titujve të tjerë sportiv që bartin mbi supe shqiptarët. Këtyre sukseseve nuk u mungojnë edhe personalitetet që tashmë kanë krijuar shoqata dhe akademi të tjera për aktivitete të ndryshme sportive jashtë vendlindjes. I tillë është edhe eksperti i kickboksit dhe thai boksit Agron Kurtishi nga Simnica e Gostivarit, i cili para një viti ka hapur Akademinë e Sporteve Luftarake në boks, kickboks, thai boks dhe kënji në München të Gjermanisë. Kurtishi ka eksperiencë të mjaftueshme në kickboks dhe thai boks, ku për 10 vite ka punuar si inspektor. Ai ka besim të madh dhe synim që kjo akademi të prodhojë sa më shumë talent në shumë fusha të sporteve luftarake. Gjithmonë kam pas interes në sportet luftarake, pse më kanë interesuar. Është një sport që me të vërtet burri ose një mashkull i përballon ball për ball një personit, nuk ka kur farë ndihmë prej dikujt tjetër. Kështu që gjithmonë kemi pas interesi. Si familje, na jemi 4 vllazën, të 4 kemi bërë këtë sport. Vllau i ditë ka filluar domethënë në moshën 11 vjeçare me kickbox në Gjermani. Më vonë fillova edhe unë, po më interesoi domethënë më shumë puna si trener, si instruktor. Të bëjmë diçka të përbashkët me vllazërit, të kemi diçka në shkollë tonë ose diçka ku njerëzit apo rinia që ka nevojë për sport ose do të bëjë diçka të arrijë diçka në sport luftarak, që t'jepet mundësia dikujt. Tashmë nga duart e tij kanë filluar të dalin talent të rinj nga përkatësitë të ndryshme etnike. Megjithatë që fillova domethënë nga zeroja, pas një aktivist, kështu që ishte ëndra ime që prej fillimit nxënësit domethënë t'i stërviz vetë. Kështu që rezultatet vijnë nga ajo palestër, ajo shkollë e cila menaxhohet nga ne. Kështu që tani kam di sportistë që merren me boks profesionist, menaxhohen nga ne. Do me thonë që edhe në kickbox, thai box, kemi rezultate që mund t'i tregojmë. Në peshë të rëndë kemi nxjerrë gjermon që kemi stërvit vetë. Do me thonë e kemi bë kampion të Gjermanisë. Me 7 shkurt këtij vitit patëm një event, do me thonë që ishte mjaft i mirë. Ishte për ne një rezultat shumë i mirë. Patëm 7 nxënës me gjithë ato që ishin ti në boks profesionist, të 7 dulen dhe me thonë fitues. 4 nga ato patën rezultat që dulen fitues me KO. Në Akademinë e Sporteve Luftarake që drejtohet nga Kurtishi tashmë trajnohen edhe të rinj shqiptar. Momentalisht na kemi shqiptar, do me thonë, po nuk mund të them që kemi në masë shumë të madhe, pse në atë vend ku e kemi ne shkollën, se kjo është një shkollë e sportit luftarak, na kemi, do me thonë, në rrethin prej qendrës të Münchenit, jemi 17 km, edhe aty jetojnë, do me thonë, një numër shumë i madh i gjermanëve. Megjithatë ne kemi, do me thonë, nxënës që janë turq, shqiptar, Afganistan. Ne jemi të lumtur që kemi shqiptar dhe shqiptarët momentalisht dominojnë sportin luftarak, se është një sport me të vërtetë që shqiptarët e duan, shqiptarët kanë zemër dhe janë luftar. Kështu që shpresoj se në të ardhmen do të kemi hala më shumë shqiptar që prezantojnë edhe flamurin ton shqiptar, kudo që të bëjnë aktivitete luftarake në këtë drejtim. Krahas aktiviteteve që zhvillohen në Gjermani, Kurtishi në një të ardhme të afërt mendon që të hap një akademi të tillë edhe në vendlindje. Na kur e kemi hap klubin, e kemi hap domethënë në atë mënyrë që jo vetëm ta bëjmë për një kohë të shkurt, po të shkojmë
sa më larg, domethënë dhe rezultatet, punën ta bëjmë qaq profesioniste që dikur edhe këtu ndoshta në Maqedoni të vim dhe të hapim një shkollë që ka eksperiencë, ka rezultate, të ketë domethënë një farë punë që tregon rezultate të mira në drejtim të sportit. Brenda vitit akademia që drejton nga ai e presin sfida të shumta. Garues nga kjo akademi do të marrin pjesë në kampionate të ndryshme që zhvillojnë në Gjermani.